Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një sëmundje e cila mund të trajtohet shumë mirë edhe në kushtet e shtëpisë. Dhe do të tregojmë sigurisht kur mund të jetë momenti që juve mund të shkoni tek mjeku, nëse me trajtimet që mund të bëni në shtëpi, sidomos kur ato janë në zonën afër syrit ose në pjesën e fytyrës, mund të shkohet edhe tek mjeku specialist. Sëmundja është herpes zoster, i njohur ndryshe nga populli si zjarri i natës. Ka marrë këtë emër për faktin se kjo sëmundje jep një si ndezje të trupit natën, jep një irritim të lëkurës dhe mbas disa ditësh jep atë temperaturën e nxehtë, tamam si atë zjarrin që i kanë vënë edhe emrin, dhe shkaktohen disa plagë në formën e vijave në sipërfaqen e sipërme të lëkurës. Kjo sëmundje, që njihet ndryshe si limfat e zjarrit, shkaktohet nga riaktivizimi i virusit të varicela zoster, një virus i cili fillimisht shfaq në moshën e fëmijëve atë linë e dhenëve që shoqërohet me mbushjen plot me fluska të gjithë lëkurës ose një pjesë të madhe të lëkurës së fëmijëve. Lija e dhenëve, në qoftë se nuk trajtohet mirë, mundet që të kalojë në këtë gjendje. Pra, mbetet nëpër këto ganglionet nervore si i fjetur dhe mund të aktivizohet pas moshës 50 vjeç nëse ulet sistemi imunitar i trupit të njeriut. Po cilat janë simptomat kryesore të kësaj sëmundje? Dhimbje në pjesë të shpatullës, të gjoksit, të fytyrës, që mund të jetë natën e parë ose dhe të dytë. Djegje ose ndjesi shpimi si maja gjilpërash, kryesisht në këto zona dhe gjatë natës. Në netët në vazhdim kemi një skuqe dhe fluska në formë rripi në zonën që është ndezja natën, puçra të skuqura në formë rripash në atë zonë që janë shfaqur pothuajse që në 2-3 ditët e para. Dhe mandej vazhdon një dhimbje e fortë në atë pjesë ku është shfaqur sëmundja dhe sidomos pas zhdukjes së këtyre fluskave, dhimbjet mund të vazhdojnë edhe më gjatë. Ndërkohë, njerëzit mund të ndiejnë ethe, dobësi, dridhje të trupit, dhimbje të kockave dhe ata thonë sikur më çahet i gjithë trupi. Po cilët janë më të prekurit nga kjo sëmundje? Personat mbi 50 vjeç, personat që kanë një imunitet të dobët, ata që shpesh preken nga stresi kronik, kanë një rezistencë të ulët të trupit, personat që mund të bëjnë kimioterapi, personat e prekur me HIV e të tjera. Pra, njëkohësisht nuk duhet harrojmë ata persona që në fëmijërinë e tyre kanë kaluar linë e dhenëve. E pa u zgjatur shumë, le të vemi, kush do të ishte me të vërtet trajtimi natyral dhe kush është përvoja e klinikës sonë. Atëre, duke qenë që është një virus, ne përmendim të gjitha bimët që janë antivirale ju ndihmojnë në këtë drejtim. Duke filluar që nga qepa e kuqe, që nga hudhra, që nga ato bimë të cilat na rrisin rezistencën e organizmit, për shembull, trëndafili i egër që më ndihmon edhe në rritjen e rezistencës, por njëkohësisht edhe më shëndosh mëlçin, që të ma bëj trupin sa më të fuqishëm dhe sa më luftarak karshi kësaj sëmundje. Njëkohësisht edhe bimë të cilat jo vetëm janë imunostimuluese, por ato bimë që më aktivizojnë shumë më tepër sistemin limfatik mbrojtës të trupit. Bimë imunostimuluese që bashkëveprojnë për të luftuar ciklin e virusit dhe për të minimizuar efektet e tyre dëmtuese në organizëm, bimët që qetësojnë sistemin nervor duhet të zënë një vend të rëndësishëm dhe janë pikërisht këto që juve shikoni këtu. Pra, ndoshta, pa e tepruar, mund të marrim këtë lulen e basanit, mund të marrim këtë lulen e tambëlgjakut, mund të marrim këtë ginkgo bilobën si një qetësues shumë i mirë nervor, mund të marrim trëndafilin e shkëmbit ose trëndafilin e malit, i njohur ndryshe edhe si bari i breshkës. Shqipëria e mesme e njeh me këtë emër, bari i breshkës, pasi kjo bimë që bëhet si kaçube është me të vërtet
hoteli i breshkave. Njëkohësisht mund të përdorim për dhimbjet dhe për pagjumësinë lulen e kamomilit, lulen e ekinacies, ekinacia purpurea, për të rritur rezistencën e organizmit dhe për të ulur ndjeshëm agresivitetin e saj. E duke ditur që ne kemi pothuajse të gjitha këto bimë, atëherë cila do të ishte radha e veprimit të tyre? Mund të pim pak lule basani nga vaj, në mënyrë që ekstraktet e hypericum, perforatum dhe hypericina që ndodhen aty të mulin agresivitetin e virusit. Së dyti, përdorim këtë çajin antiviral që nëse nuk i kemi këto bimë në shtëpi, nëse nuk na ndodhet baribletës, për shembull lulja e basanit, tambëlgjaku, trëndafili i shkëmbit, ekinacia e të tjera, atëherë të gjitha këto i gjeni tek paketa me çajin antiviral që është i mrekullueshëm dhe ka titullin ose me emërtimin çaj flumer. Mund të marrim ose një paket nga kjo dhe ta zgjidhim në 2 litra e gjysmë, ose marrim gjysmën e paketës nga çaji flumer, 2 deri në 3 lugë gjelle çaj detox, i hedhin të ziejnë afërsisht 2-3 minuta në 1 litër ujë dhe nga ky çaj mund të pihen 3 gota në ditë. Nëse do t'i kemi bimët e veçanta në shtëpi, atëherë do të marrim 2 deri në 3 lule të ekinacies, 1 dorë trëndafil shkëmbi, 1 fije lule basani, pra nëse është kaq është shumë, mund të marrim vetëm një pjesë të saj, gjysmën, ose 1 fije të tillë. Ja, kjo është fiks 1 fije, tamam, me lulen e basanit. Mund të hedhim pak barblete për të patur atë qetësuesin, efektin qetësues. Përdorim 10-15 kokra trëndafil dhe nëse kemi lulen e tambëlgjakut, atëherë 1 deg të tillë. Atëherë, të gjitha këto bimë që do të më rrisin me të vërtet rezistencën e organizmit, do të më rritin imunitetin, do ulin stresin dhe do të fillojnë që të rimëkëmbin organet që tashmë ky virus mund të themi ka filluar që ti pushtoj dhe të uli aktivitetin e tyre. Ndërsa, për sa i përket propolis si të bletës, i cili është jo vetëm si një antiviral i mrekullueshëm, por edhe një rritës i mrekullueshëm i rezistencës së organizmit, duhet ta përdorim 3 herë në ditë nga 10 deri në 15 pika. Po trajtimi nga jashtë, si do të jetë i këtyre vatrave të plagëve të shkaktuara. Le të ritheksojmë edhe një herë. Nëse kemi të bëjmë me një prekje të herpes zoster në pjesën e ballit, ku mund të kapi edhe syt, fytyrën, hundët e kështu me radhë, është mirë që të bëhet një kontroll nga mjeku specialist, së pari okulisti, pastaj virologu. Nëse nuk kemi ndonjë rezultat të pritshëm që kjo nuk ndodh gjatë trajtimit të bimëve mjekësore, mund të bëni një ekzaminim nga mjeku për të parë edhe atë efektin dëmtues dhe shkatërues të virusit në organizmin tuaj. Por, le të vemi tashmë tek trajtimi i këtyre plagëve, i këtyre fluskave nga jashtë. Së pari, duhet të dim që duke qenë një virus i cili ka dalë në sipërfaqen e trupit, ky mund të përhapet shumë lehtë me prekje. Që do të thotë, personi që do të bëjë mjekimin, patjetër duhet të veshi dorashkat. Atëherë, veshim dorashkat, hedhim në pëllëmbën e dorës, mbi dorashka, 15-20 pika propolis me rigon dhe vazhdojmë që ta përhapim këtë në të gjitha ato vatra ku herpes zoster ka filluar ta çaj, ta plasarisi lëkurën dhe të formoj ato si kore të trashura. Nëse e kapim që në momentin e parë, në 2-3 ditët e para, rezultati do të jetë maksimalisht i dukshëm dhe do të minimizohen dhe zhduken pasojat brenda 6 ditësh. Në të kundërt, do të zgjasin pak, por ja kemi thyer hundët atij virusi që mund të raskapiti njeriu. Pra, përhapim propolisin, e lëm të thahet dhe marrim antiseptikun. Edhe ky bimor, edhe kyja është i pasuruar me ekstraktet bimore të disa bimëve që janë sa antivirale, por aq edhe antibakteriale. Sprucohet mirë
mbi vatrat e plagëve, e lëm të thahet dhe mbi të do të vendosim kremin e puçrave. Sidomos gjatë natës së parë, që ne kryem këto të tre veprime njëra pas tjetrës, personi do të jetë mrekullisht i qetë dhe do të bëjë një gjumë të qetë. Pas buke, mundet që të përdorim ekstraktin balsamik dhe përsëri ne theksojmë që ky individ jo vetëm që do ta ketë gjumin e qetë, por mund të themi që ky minimizon atë ciklin e këtij virusi në trupin e njeriut. Atëre, po të njëjtën gjë, trajtimi për lëkurën dhe për ato fluskat, ne e bëjmë edhe në mëngjes. Pra, nuk do të harrojmë 2 herë në ditë, vendosim propolisin me rigon, vendosim antiseptikun bimor dhe mbi të kremin e puçrave. Në të gjitha drejtimet që neve kemi ndikuar tek lëkura, ne kemi ulur agresivitetin dhe ndihmojmë trupin në rigjenerimin e tyre. Nëse trajtimin do ta bëjmë sa më shpejt shfaqjes së shenjave, atëherë trajtimi nga jashtë mund të zgjasë 7 deri në 10 ditë. Në qoftë se e kapim mbas një jave, për shembull, pasi ato fluskat janë bërë të forta dhe të trashura mbi lëkurë në formën e plagëve, ky trajtim nga jashtë mundet që të na shkojë 30 deri në 45 ditë. Çfarë është shumë e rëndësishme? Bie në ato koret, pastrohet gjithçka, lëkura duket pothuajse njësoj si pjesa tjetër. Por mund të ndodhi që dhimbjet gjatë natës te ky individ mund të na zgjasin edhe më tej. Dhe si duhet që ta ulim atë agresivitet të sëmundjes e cila vepron nën lëkurën tonë. Atëre, përdorim ekstraktin balsamik dhe vajin e luljes së basanit, njëra është para buke, tjetra është pas buke. Mund të përdorim vajin Harmonia 2 herë në ditë nga 4 ose 5 pika. Mund të përdorim nga këto bimët mjekësore ose të paktën çajin detox për të mbrojtur dhe për të bërë që mëlçia jonë të jetë me të vërtet në nivele të larta të aktivitetit të saj. Nëse ne me të vërtet do të bëjmë këtë trajtim për herpes zoster, ju do të jeni mrekullisht të kënaqur nga rezultati që ne ju këshillojmë. Faleminderit që na ndoqët në emision. Mirupafshim në emisionin e radhës.